Dhe tani, Bufi ka dalë bashkë me një tuf qorrash dhe shurdësh që i ka futur në listat e mbyllura, që ta tërheqë Shqipërinë për hunde për hallin e vetë krejt personal. Se vetëm ai halli matë personal e bën një burr 80 e kusur vjeç të vi vërdall edhe t'i fiket lampa 3 herë në ditë kur merr fjalën. Dhe duke votuar për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, siç votuan shumica e shqiptarëve Partinë Demokratike në 92-shin, në Mars, kur nuk ishin të gjithë me Partinë Demokratike, por e votuan sepse donin të ndanin përfundimisht historinë e Shqipërisë mes së shkuarës, të mbyllnin përfundimisht kapakun e sistemit të shkuarës dhe të ardhmes, duke përqafuar masivisht sistemin e të ardhmes. Kështu dhe në 11 maj, shqiptarët do duhet votojnë masivisht për të vendosur që ky vend të mos ndalet asnjë ditë në vazhdimin intensiv të negociatave për antarësi me Bashkimin Evropian, që mund t'i mbyllim brenda 2027, siç kemi rënë dakord, dhe të futet në Bashkimin Evropian. Dhe nga ana tjetër, për demokratët, Tat Kavajës, me cilët u tall Bufi Kënetës, duke bërë këtë për veten e tyre, për familjen e tyre, se pasaportën europiane do ta marrin të gjithë. S'është për socialistët. E kuqe është se kështu është flamuri jonë, nuk është blu. Por ama ka brenda edhe flamurin blu të Bashkimit Evropian, dhe nga ana tjetër i japin një mesazh shumë të qartë Bufit dhe Kënetës, duke vendosur një gur për të rindërtuar atë parti që sot s'është më parti. Çfarë parti është? Dhe prandaj unë them që kush shkon atje, kush mendon që midis Europës dhe Kënetës duhet rrinë Kënetës çyryk. Mund të jetë shumë rregull në të gjitha gjërat e tjera, po politikisht është komplet çyryk. Për çfarë? Kur ne sot na ka ardhur zogu i fatit europian të këtij kombi dhe të këtij vendi në dorë, sepse janë përputhur ylli i fatit ton me yllin e fatit BE-s, se ne kemi bërë patjetër detyrat tona dhe kemi bërë punën tonë që të gjendemi gati, por ama ata sot janë në një pikë ku e kanë hapur derën, jo se ne jemi më të bukurit, por sepse ata kanë nevojë për të shtuar radhët dhe për të dhënë mesazh për gjithë botën një Bashkim Evropian po zgjerohet dhe po forcohet, dhe këtu janë përputhur të dyja. Dhe kjo derë e hapur, siç ka treguar historia e zgjerimit të Bashkimit Evropian, nuk është një derë që do rri hapur atje, do presi ne. Që të zgjidhim ne dilemën e madhe me Europën apo me Gropën, me BE-n apo me Bufin. Është e hapur si një mundësi tani, siç ka ndodhur në të shkuar. Dera e Bashkimit Evropian është hapur, janë futur vende, është mbyllur prapë. Dhe kujt ju thotë që po ç'është kjo punë me Edi Ramën, që ka dalë rrugëve dhe thotë më jepni mandatin e 4 t'ju fus Bashkimin Evropian, s'kishte mundësi dhe nuk i dolën 3 mandate, duhet i thoni, po mirë, dakord, Edi Ramës nuk i dolën 3 mandate, se pas ka fajin Edi Rama. Po Marizi, pse nuk është në Bashkimin Evropian, që i ka filluar negociatat përpara se Edi Rama të bëjë kryeministër në 2012, pse s'është në Bashkimin Evropian? Po Serbia, që i ka filluar negociatat në 2014, pse s'është në Bashkimin Evropian? Dhe sot, ne që i shikonim Malezi dhe Serbin nga larg,
jemi në të njëjtin pozicion me Malnezi tek pragu i derës dhe Serbinë e kemi lënë brapa. Po Maqedonia, që u bë kandidate për Bashkimin Evropian në 2005-ën. Në 2005-ën, këtu mund të ketë vajza që s'kishin lind akoma në 2005-ën. Sot ku është s'ka hap akoma negociatet, sepse historia e zgjerimit është kjo. Ata e hapin derën kur kanë edhe ata interes në tyre, jo thjesht kur jeti. Ne gati kemi qenë për të hapur negociatat ka 4-5 vjet. Por ju e mbani mend, Komisioni Evropian thoshte këta janë gati, dhe Komisioni Evropian e bën vlerësimin. Mblidheshin politikanët dhe thoshin jo. E dilte Hollanda, dilte një vend tjetër, se shiko se është kjo, ndërkohë ata kishin hallet e tyre. Kishin interesat e tyre normal fare. Se në atë shtëpi nuk futesh dot nëse vetëm njëri i thotë jo se dua. Duhet jenë gjithë dakord. Dhe sot e kanë hap derën, sepse bota është në turbullir. Sot BE-ja po flet për riarmatosje. Sot BE-ja po flet për siguri. Si dorim ne? Dorim jashtë kësaj historie ne? Ndërkohë që na ka ardhur në dorë kjo punë, e kemi ne në dorë shqiptarët. Dhe prandaj them që njësoj siç bën shqiptarët me Partinë Demokratike në 92-shin, që e votuan masivisht në mars, po aq e vërtet është kjo sa nuk ishin të gjithë me të sa në gushta kur ishte në fund verës kur u bën zgjedhje vendore, shumica e votuan kundër, por ama e kishin bërë zgjedhjen historike, e kishin mbyllur raportin me historinë. Po kështu, në 11 maj është kohë e dur, është vendi i dur dhe është Partia Socialiste në kohën dhe në vendin e dur. Dhe më vjen keq se më erdhi një mesazh këtu tani edhe vjen shumë keq. Ka ndruar jetë Ati i Shenjtë, Papa Francesku, një njeri i jashtëzakonshëm. Unë kam pasur një raport personal me të, më çonte vazhdimisht mesazhe me Argjipeshvin edhe më vjen njerëzonisht keq, ai zgjodhi ta vizitonte Shqipërinë të parin vend jashtë Vatikanit që vizitoi mbasi u zgjodh pap. Pas një takimi që patëm së bashku, një takim të paharrueshëm, në Shqipëri kaloi një ditë që ai vetë e konsideronte të paharrueshme. Tha dhe atë fjalën e paharrueshme që Shqipëria nuk ka harmoni fetare, po ka vëllazëri fetare. Ishte një pap ndryshe nga të tjerët dhe besoj që kam mirë kuptimin tuaj, ta nderoj me 1 minutë heshtje dhe ta mbyllim këtu takimin. U pret në paqe. Dhe më kujtohet që në takimin e dytë, që kemi taku disa herë, po në Vatikan, në audiencë me të, kam qenë 2 herë. Në takimin e dytë, e pyes, i them, Ati i Shenjtë, më duket se shumë armiq ke bërë. Duke thënë gjëra që nuk i ka thënë kur një pap. Edhe se haroj kur, më tha, kryeministri tha, nëse nuk i them ato që kam për të thënë,
Tani që kam kohën me njerëzit, kur do t'i them dhe kuj do t'a them, krimbave, kur të shkojnë varë. Shumë faleminderit.